Tani profesoresh dëshiroj të ndalemi pak tek ju, cili është modeli i pedagoges që ju jepni përballë studentëve tuaj, a është më shumë nxitës pyetjesh, një udhërofyes i leximeve apo një lexues bashkëudhëtar me ta? Po i keni kapur shumë bukur, Regla. Të treja këto hapa që ju përmendët janë. Unë besoj që jam një bashkëudhëtare e studentëve të mi, sigurisht që jam edhe nxitëse e pyetjeve. Besoj që me studentët kam zhvilluar për herë një raport që bazohet tek empatia. Ne kemi një fat jo të mirë tashmë që kemi pak student në auditor, por kur kemi pasur shumë më tepër student, kemi pasur rrethe komunikimi shumë të begata me njëri tjetrin, në mënyrë qoftë përmes studentëve, por edhe në bashkëbisedime me studentët, kemi qenë pjesë të rrugëtimeve të tyre profesionale, por edhe njerëzore, por edhe të problemeve familjare, të problemeve personale që kanë studentët, duke pasur parasysh një pjesë e tyre vinë nga qytete të ndryshme dhe sidomos vitin e parë, semestrin e parë kanë në një farë mënyrë këto vështirësitë e para të përshtatjes me ciklin studimor, por edhe me Tiranën, me mënyrën e të jetuarit si studente. Unë besoj që bashkëpunimi dhe besimi reciprok që ka studenti me pedagogun janë parsor në punën e të dyve bashkë. Besoj që jam drejtuar nga kjo. Besoj që më ka drejtuar shumë edhe empatia për studentët, ndoshta më stërvitur me kalimin e viteve, por kam kuptuar gjithmonë që gjithmonë më shumë arrit të depërtoj tek ta, jo vetëm në jetën e orëve mësimore, por pak më gjerë në jetën e tyre artistike, në jetën e tyre të përditshme, për të bërë për të bërë me një emërues të përbashkët besimi, bashkëpunimi, empatie edhe jo thjesht akademizmi dhe përçuesi, ligjëratash, leksionesh, deri diku akademike, të auditorëve dhe të fakultetit, por shumë më tepër se kaq të një raport pra që jep dhe merr me njëri tjetrin. Unë mësoj nga studentët e mi sidomos pjesën e përdorimit të teknologjisë, siç në këtë raport mes tradicionales dhe modernes, ato përftojnë përmes meje presoj një pjesë tjetër që ka vjen nga përvoja, nga leksionet, nga përvoja ime si studiuese, si pedagoge e tjerë. Pra një raport kështu, pra një bashkëshoqëruese e një udhëtimi të përbashkët. Unë i tregoj kjo është udha dhe ato bashkë me mua ecin drejt asaj udhe, mendoj unë.